Habit mjeku, ja sa orë duhet të flini sipas moshës që keni. Ndonjëherë nuk kemi kohë të mjaftueshme për të pushuar, për të gatuar ushqimin e duhur ose për të fjetur mjaftueshëm. Dhe të gjithë ne e dimë se gjumi është jashtëzakonisht i rëndësishëm për të gjithë ne. Mirë po, sipas ekspertëve, ekziston një itinerar kohe i cili duhet të zbatuar. Për të porsalindurit 0 deri në 3 muaj duhet të flenë 14 deri në 17 orë, bebet deri në 11 muaj, 12 deri në 15 orë, fëmijët 1 dhe 2 vjeç 11 deri në 14 orë, parashkollorët 10 deri në 13 orë, mosha e shkollës deri në 13 vjeç 9 deri në 11 orë, adoleshentët 8 deri në 10 orë, të rinjt deri në 25 vjeç 7 deri në 9 orë, të rriturit 26 deri në 64 vjeç 7 deri në 9 orë, të moshuarit 7 deri në 8 orë. Këto nuk janë oraret e sakta për secilin njeri sepse secili ka mënyrën e vet të përcaktuar të gjumit, por ky është orari që i nevojitet atij.